Mirë këtu në studio do të flasim për zhvillimet në Maqedoni të Veriut, qeveria e re dhe zhvillimet të tjera që lidhen edhe me çështje të sigurisë. Kam në lidhje të drejt për drejt Bashkim Selmanin, ekspert i sigurisë dhe profesor i drejtësisë. Profesor, mirëmëngjes, faleminderit shumë që jeni me ne. Mëngjesi dhe falënderime për punën tuaj dhe ne gjithë së bashku. Pam disa ndryshime në qeverinë e Maqedonisë Veriut, disa poste morën shqiptarët, përfshi dhe Ministrinë e Drejtësisë, por edhe atë për marrëdhëniet mes bashkësive, post të cilin e mbanin serbët, 2 vite, me sa duket 2 vite të tjera do ta kenë shqiptarët. Çfarë mund të sjellë ky ndryshim në qeverinë e Maqedonisë së Veriut për shqiptarët? Strukturimi i qeverisë duhet të reflektoj frymën e marrëveshjes së Ohrit, barazinë reale të kombeve dhe përfaqësimin e drejtë të institucioneve shtetërore. Stabilitetin nuk ndërtohet vetëm me shumicën parlamentare apo marrëveshje të ndërpartijake, por duhet ndërtuar mbi besimin në ndërsjellje dhe respektimin e drejtave të qytetarëve. Fatkeqësisht emrat në kulturë nuk e ndryshojnë fatin e qytetarëve dhe fatin e shqiptarëve. Unë do doja vetëm të flas në aspektin politik, por dhe isha fokusuar më shumë në aspektin kushtetues dhe atë juridik. Është fakt se çdo përpjekje për kufizuar ose relativizuar përdorimin e gjuhës shqipe ose të drejtat e shqiptarëve, shpeshherë këto standardet bien kundërshtim me të drejtën evropiane dhe me të drejtën kushtetuese brenda RMV-s. Po problemi është se edhe kushtetuta lexohet ndryshe. Domethënë kur e shohin politikanët e shohin ndryshe, por ndonjëherë edhe juristët që rrinë afër politikanëve e lexojnë me sytë e politikanëve. Tani, sa të garantuara janë këto të drejta për shqiptarët dhe çfarë po ndodh me ato, sepse përgjithsisht ne morën shkas nga provimi i jurisprudencës, që ishte një çështje, por mënyra se si u interpretuan përcaktimet kushtetuese, përcaktimet ligjore ishin krejt të ndryshme. Ca thonin i lejohet, e kanë të garantuar, ca thonë që jo, ligji nuk ua garanton, kushtetuta jo, u fol për 20%, jo nuk është e përcaktuar gjuha shqipe si gjuhë e dytë zyrtare, pra pati interpretime nga më të ndryshmet. Do doja të ndërlidhja këtë pyetjen dhe interpretimin që bëhet ju, është shumë e vërtetë se kemi di tabore, është tabori Maqedonës dhe tabori shqiptar. Fatkeqësisht subjektet politike shqiptare dhe maqedonase, duke u bazuar në raportet e tyre, si qëllim primare kanë lekun, fatkeqësisht krimi dhe korrupsioni në Maqedoni është shumë i lartë, krimi dhe korrupsioni institucional që para disa viteve faktori ndërkombëtar i ndihmoi për ta luftuar krimin dhe korrupsionin. Fatkeqësisht prokuroria speciale në Maqedoninë e Veriut e gëlltiti krimin dhe korrupsionin. Të dyja subjektet, opozita, po të themi pala shqiptare dhe pala maqedonase, nëpërmjet krimit dhe korrupsionit dhe bagazhit të tyre si primare kanë para, fatkeqësisht po përdorin të drejtat e shqiptarëve, ata duke i goditur dhe palën tjetër gjithmonë në emër të nacionalizmit që shkon në favor të tyre, dhe kanë krijuar një përplasje brenda decenijeve që nuk kuptojnë se gjitha subjektet nuk e kanë prioritet të votën dhe sovranin, por e kanë paranë dhe kjo po përballet me një situatë jashtëzakonisht të rëndë, çështja që ka të bëjë shpeshherë edhe me problemet ose nxitjet e faktoreve së të ndryshimit të rrugëve në Tetov, e cila nuk bëri vetëm një debat administrativ, po fatkeqësisht ajo preku identitetin, kujtesën kolektive, parimit sigurisë juridike, por gjitha këto është e mbuluar me krimin dhe korrupsionin. Dhe fatkeqësisht, nëse merret historiku nga pavarësia deri ditët e sotme, ne shumë pak kemi politikanë që kanë abuzuar me pushtetin, që janë të korruptuar dhe që kanë ngritur nivelin jashtëzakonisht të lartë të krimit institucional. Pra, këto kulturë që janë në këmbim të njëra tjetrës, mirë pas që i prekin të drejtat reale të qytetarëve, sepse unë doja dhe mendojnë se nëse do të vazhdohet kjo rrugë, ky trend dhe kjo qeveri do shihni që aktualisht me huamarrje ka bërë shumë miliarde
euro ka marrë ose miliardet ndryshme me të cilët shteti jo vetëm që e ka fut në një krizë të thellë të borxhit publik, por ashtu më shumë është e rënduar jeta e qytetarëve, varfëria, ashtu shpopullimi, gjitha këto janë faktorë me të cilët presionet janë shumë të larta nga qytetarët sepse nuk mund të përballin jetën ekonomike, por gjithmonë faktori politik opozit maqedonase dhe shqiptare kanë ditur që të administrojnë pushtetin e tyre gjithmonë duke ngacmuar ose prekur dhe goditur nëpërmjet ligjit, nëpërmjet interpretimit ligjor dhe fatkeqësisht mbrojnë pozitat e tyre. Unë kam bindjen se shumë shpejt mund ndodhe që shqiptarët dhe maqedonasë si qytetarë të jenë bashkë dhe të thonë njëri për gjithmonë ndalë krimit dhe korupcionit institucional. Maqedonia vuan nga krimi dhe korupcioni, por jo dhe nga të drejtat kolektive ashtu siç e paraqes sovrani. Fatkeqësisht partitë politike dhe subjektet gjithmonë nga momenti që marrin votën, largohen nga votuesi, largohen nga sovrani dhe shpesh herë kanë hesape të ndryshme. Mirë po, kur bëhet fjalë për faktorin politik shqiptar, fatkeqësisht unë nuk e di pse a kanë arsye të jenë pjesë e qeverisë. Nga ana tjetër, çdo gjë që është fituar me të drejtat e shqiptarëve, ato i kanë abuzuar dhe nuk e di cili do të jetë motivi, qëndrimi, përplasja, argumentet me të cilën duhet të ballafaqohemi drejt për së drejti me argumentet juridike. E dyta, ajo që më shqetëson më shumë, të gjitha universitetet, fakultetet në përgjithësi nuk hapin debate për këto padrejtësi dhe këto drejtat kushtetuese që fatkeqësisht po goditen drejt për së drejti shqiptarët, edhe nëse merret përballë pozit-opozit, ka raste kur në heshtje veprojnë së bashku, ndërsa brenda ditës japin argumente të cilat e mbron më shumë apo më pak, mirë po si tërësi aktualisht shqiptarët janë të dëmtuar në aspektin ekonomik, në aspektin politik, në aspektin e përfaqësimit, po ashtu gjykata kushtetuese, çdo gjë që është shqiptarë shpeshherë kur bie në rastet për të drejtat e shqiptarëve ose të folet ose të mbrohet gjuha shqipe, drejt për së drejti i drejtohen edicionit ose të themi faktorëve ndërkombëtar siç është Komisioni i Venedikut, dhe nga ana tjetër partive ose subjekteve politike shqiptare, por edhe përfaqësuesve shkencor nuk u kujtohet që një herë e përgjithmonë ta çojnë Maqedoninë e Veriut në Venedik dhe të shohim se a përputhen të drejtat e detyrimeve që i kemi si taksapagues 100%, ndërsa të drejtat politike, juridike dhe kushtetuese janë të kufizuara me 20%. Dhe kjo është një pjesa me të cilën shpeshherë për të rënë, ose për pasur elemente pozitive, për të ndryshuar jetën e qytetarëve, sepse edhe kjo pak pjesë mbetur e rinisë që është, ajo po kufizohet me barazinë e qasje. Drejta e gjuhës shqipe është drejt kushtetuese, është e garantuar, mirë por në interpretimet gjuhësore maqedonase dhe politika maqedonase shqiptarëve u ka shpallur një kufi të rinj të themi juridik, me të cilët fatkeqësisht mosoniteti i subjekteve shqiptare dhe mosqëndrimi i një platforme të përbashkët këtyre kufive vazhdimisht po ndihmojnë subjektet politike shqiptare, duke luajtur rolet e tyre dhe intereset e tyre partijake, harojnë të drejtat dhe mbrojtjen e votuesve, sepse ne jemi vetëm një kom që kemi dalur nga lufta dhe me luftë kemi humbur identitetin kombëtar dhe shumë identitete tjera, siç është historiku, procedurat e shpeshherë përdoren si pjesë e së drejtës ekskluzive me sovranitetin që kanë Maqedonasë. Unë vetëm do doja ta ndërlidhja me një interpretim që përmendet ju në fillim për çështjet juridike. Dihet se shqiptarët identifikohen në Maqedoninë e Veriut me 20%. Tani kur është sjellur ligji për përfaqësimin adekuat të drejtë, propozim ligji që fatkeqësisht nuk përmban asnjë gjë që ka të bëjë me të drejtat ekskluzive të shqiptarëve, po përkundrazi aty është hequr edhe 20% që akoma më shumë e vështirëson të drejtën e përfaqësimit dhe të punësimit. Ne kemi mbi institucionet në argumente vetëm pak, me qenë se e sot dhe këto temë, në argumentin që jep Vleni po them, po përmend Vlenin sepse këtu ne po flasim për interesat e drejtat e shqiptarëve, thot se tashmë në punë do t'hyjnë ata në bazë të meritës.
Por, merita a garanton se do t'jenë merita mes shqiptarve, apo merita mes shqiptarve dhe maqedonasve, dhe kush e përcakton meritën në këtë rast? Dihet se në bazë procedurave juridiko-administrative janë kriteret që parashofin kualifikimet në fakultete, shkollat larta e kështu me radhë. Mirë, por nëse bëhet një analizë të kaluarës, dhe shohim se edhe të punësorit, qoftë në administratë publike apo në veprimet e tjera, ne kemi jashtëzakonisht 11 që bëhen avancimet qoftë në organet policore, administrative dhe kështu me radhë. Dhe në këtë rast mu shqetëson vetëm kjo pjesa e meritës, sepse është amulli i atij, ne nuk e kuptojmë çfarë është merit. Merit do të thotë që të jeni pjesë e një partie politike. Merit do të thoni që keni ju miq në një subjekt të caktuar. Merit do të thoni që ju jeni maqedonas apo shqiptar. Do të thonë krejt këto janë të papërcaktuara në mënyrë të denjë dhe në mënyrë jo precize dhe bien kundërshtim me të drejtat e barabarta të konkurseve. Ne pam vetëm në organet policore të Tetovës u punësuan 11 inspektorë maqedonas dhe asnjë shqiptar. Valla, vetëm këto kanë merita, me thonë emrat kanë merita të jesh maqedonas apo të jesh shqiptar, dhe kjo është problemi se kjo ligj që krijon humbje, sepse nuk ekziston 20%, sikur është e drejtë ekskluzive që kanë maqedonasit në sovranitetin shtetëror, po ashtu dhe shqiptarët me 20% që ne kanë të drejtën ekskluzive tek minoritetet ose tek pakicat, dhe këto e kanë fshirë nga ky projekt ligj që ekziston. Prandaj them se unë për mendimin tim personal, mbas gjitha të dhënave dhe studimeve që i kemi, subjektet politike shqiptare deri më tani nuk kanë asnjë motiv që të jenë pjesë e kësaj qeveri. Ose duhet të ketë barazi sovrane, ose nuk duhet jemi pjesëmarrës në ato parate që u shkaktojnë dëme shqiptare. Do të shohim, ne kemi burgjet përplot me shqiptarë, ne kemi raste të montuara, kemi dhe shumë raste të tjera, zhvatje ekonomike. Do të shihni shqiptarët në Maqedoninë dhe Veriut përfaqësohen e kapitalin publik 1.9, që është në kundërshtim me të drejtat e pagesave. Unë prandaj do të them se koha është që të mobilizohen të gjithë intelektualët shqiptarë dhe të hapim debate publike që faktori politik shqiptar, po dhe ne si studiues të këtyre materjeve, të kërkojmë barazi sovrane dhe të jemi pjesë e sovranitetit. Përderisa do të trajtohemi si të këtillë, si minoritete, ne gjithmonë do të kemi rolin e lipsit, rësisë se përballemi me një nacionalizëm agresiv institucional, të cilët kanë bërë pastrimet e shqiptarëve dhe ato pak vende që kanë qenë në përgjithëta institucione. Diçka flitet në publik, mirë, por në terren politika e zgjuar maqedonase bën fshirjen e shqiptarëve nga institucionet. Kam edhe një pyetje sa i përket Ivan Stojković. Për çfarë mendoni se Hristian Miskovski e vuri në pozitën e zëvendës kryeministrit dhe të ministrit për marrëdhëniet me Bashkinë, më pas e zhvendosi në ministrin që do të kontrolloj, po them, mënyrën se si funksionon pushteti vendor, po ja përmbledh pak detyrën që ka. Pra, ikën nga një ministri që merrej kryesisht me marrëdhëniet që kishin shqiptarët, sepse ajo u krijua për të zbatuar marrëveshjen e Ohrit, dhe shkon në një tjetër ministri ku dihet se njësitë e qeverisjes vendore në shumicën e tyre janë të ndarë mes maqedonesve dhe shqiptarëve. Por ardhja e VMRO-s në qeverisje erdhen me një parull nacionaliste që Maqedoninë t'ua kthejmë maqedonasve, që nuk përmbante as para saj apo pas argumenti. Dhe nga ana tjetër ajo ministri me shkrirjen e marrëveshjes së Ohrit u takonte përfaqësive apo minoriteteve ta quajmë, dhe në atë mes pikërisht ishte institucioni që duhej me marrëveshjet politike dhe institucionale të përfaqësohen me shqiptar, dhe nga ana tjetër me ardhjen e tij ai jo vetëm që i largoi dhe dëboi shqiptarët nga puna, një qenë të informuar, por përkundrazi u dha një mesazh se maqedonasit janë të afër me serbët, nuk janë me shqiptarët, dhe këtu është gabimi esencial, se tani si duket kjo teori më shumë plotson
qasjet ruse, ta quaj turke, greke, serbe, e kështu me radhë. Mirë po ma pak ma atë që është elementi esencial, sepse dihet kombi shqiptar në Maqedoni është komb autokton dhe duhet të trajtohet si i tillë. Fatkeqësisht nëpërmjet këtyre marrëveshjeve interne në publik që po ndodhin stabilizimin e Maqedonisë, kjo është duke ndodhur. Tani në vend që të largohesh te ky zotëriu ai futet në veçiverisjen lokale, që janë pikërisht komuna shqiptare, mbi 11 komuna që trajtohen nga shqiptarët, dhe jo vetëm që do të kufizojnë buxhetet ose investimet e huaja, por presim edhe një çrroditje tjetër, edhe pak pushtet lokal që e kanë shqiptarët. Dhe do shihni vetëm në gabimet që kanë ndodhur në të kaluarën, shqiptarët me përfaqësimin e buxheteve që bëjnë xhiron ose qarkullimin e mjeteve financiare, u rikthehet vetëm 9%. Ka një ligj të veçantë me të cilën çdo taksë që paguhet nga buxheti i qyteteve shqiptare dhe përse drejti me 12% i kalon buxhetit të Shkupit, që shqiptarët nuk arritën të bëjnë edhe një ligj paralel për Pollogun. Dhe kjo për mua është një sinjal alarm dhe në asnjë mënyrë shqiptarët nuk duhet të lejonin që ky person të jetë partës i Ministrisë për Veçiverisje Lokale, sepse të vetmen ekzistencë për momentin që kanë shqiptarët dhe shumë projekte të cilat që jepen nga Bashkimi Evropian, ki me siguri do t'i bllokojë ose i ka bllokuar. Dhe nga ana tjetër jep sinjale se stabilizimi i Maqedonisë tani më është në kulmin maksimal. Mua nuk më shqetëson veprimet e palëves tjetër, mua më shumë më shqetësojnë mosoniteti subjekteve dhe partive politike shqiptare, të cilët asnjëherë nuk i kanë bërë një pikë të përbashkët, nëse preket pushteti lokal, kjo do të thotë që një pjesë e madhe do të krijojë probleme akoma më të larta. Në fazën e ditë që shumë pak flitet në publik, që është shumë ekstreme për ne shqiptarët dhe që është alarmuese, tani në vitin 2030-31 kur do të mbahen regjistrimi i popullsisë, do shihni që do të fshihen nga adresat e tyre mbi 260.000 shqiptarë të cilët nuk janë qytetarë jo rezident të vendit. Njëjtën platformë që realizuan në Preshevë, tani pritet që të ndodhte edhe në Maqedoninë e Veriut. Prandaj them, nëse ne pse do të fshihen, ma sqarodhe pak të profesor, se që nga shumë e rëndësishme, pse do të fshihen, çfarë ndodh? Unë jam i pari që e bëj publike, për arsye se përveç këtyre goditjeve që kemi fituar në tërësi nga shqiptarët, tani më gjithçka është e goditur. Është goditur badenteri, është goditur pjesë e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, është goditur mënyra e kapitalit shtetëror, ne nuk jemi pjesë aktive e interesit publik, dhe tani më e dhimbshmja që është dhe që do të ndodh, pritet se ky ligj ka kaluar dhe ka qenë i votuar edhe nga subjektet politike shqiptare që ka kaluar në mënyrë të heshtur, sepse shpeshherë ndodh kemi përplasje publike me subjekteve politike shqiptare, dhe nga ana tjetër në mënyrë të heshtur ligjet i votojnë bashkë në dëmin e shqiptarëve. Dhe dëmi më i madh që do të ndodhte edhe në të ardhmen, sepse politika maqedonase është shumë e përgatitur për të krijuar dëme të tilla, sepse ato që nuk mund ta bëjnë nëpërmjet institucioneve realizojnë ose e kundërshtojnë gjykatën kushtetuese. Dhe tash edhe ne si subjekt ose edhe si përfaqësues edhe si studiues të kësaj materie ngrim zërin që në vitin 2030-31 kur do të bëhet regjistrimi i popullsisë, një pjesë e madhe e kombit shqiptar do të fshihen nga adresat në mënyrë automatike, sepse do bëhet regjistrimi, dhe nga ana tjetër shohim se në atë periudhë pas regjistrimit kompjuterik do të bëhet edhe shpronësimi i pronave të shqiptarëve që mund të kalojnë në pronësinë e shtetit, si ku ka ndodhur edhe në të kaluarën. Prandaj janë disa segmente që unë e them se shqiptarët duhet të tërhiqen nga subjektet ose nga funksionimi i këtyre koalicioneve interne që i lidh paraja dhe jo interesi kombëtar, sepse u premtua aderimi në Bashkimin Evropian, dhe nga ana tjetër shohim që Maqedonia ka një strategji të ngurtë dhe në asnjë mënyrë nuk do që të ndëgjojë për Bashkimin Evropian, sepse janë rrethana të tilla që edhe Bashkimi Evropian përfaqësuesit të Maqedonisë kanë dhënë ide se ne nuk do të bëjmë asnjë kompromis dhe duam garancion. Dhe nga ana tjetër, duke mbajtur në qëndrim agresiv ndaj
faktorit dhe Bashkimit Evropian, kur ne si votues, gjithë subjektet politike shqiptare kam premtuar që ne sa më shpejt të aderojmë në Bashkimin Evropian dhe kjo ndodhte në kundër. Pikërisht janë të argumentuara këto proceset, mirë po nuk flasin dhe largohen nga të drejtat e votuesve dhe premtimeve që ato rrinë me votat e qytetarëve shqiptarë. Unë jam nëse ne do të ngrem dhe dijen edhe si intelektual që të ngrisim zërin dhe të argumentojmë këto procese dhe të drejtojmë institucioneve ndërkombëtare, Maqedonia si dhe politika e tyre me ndihmën e subjekteve politike shqiptare krijojnë një agresivitet të dëmshëm, e cila nuk është në frymën e bashkëjetesës dhe nuk është në frymën e interesit të kolektivit të përgjithshëm, për arsye se gjitha subjektet të Maqedonasë dhe shqiptare, përsa përket të krimit dhe korrupsionit dhe lëndëve shumë pak ka lëndë që akuzohen mes vete, dhe dinta është ta mbajnë të tensionuar raportet mbretërike që i ndihmojnë mes vete dhe koordinohen mes vete. Dhe kjo është ajo pjesa që shumë pak flitet në publik dhe që krijon jetën e padurueshme të qytetarëve shqiptar. Dhe kjo flet për një shpopullim masiv, kjo flet për një pjesë të rinjve të cilët janë të dëmtuar nga lëndët narkotike dhe popullsia është shumë e lartë. Ju përmendet në fillim edhe ligjin për përfaqësimin e drejtë. Unë ja tregoj vetëm një kazus, para 2 ditësh pata një mbrojtje të temës së masterit, dhe di studenti, ishin njëri mori notën me temës të 10 dhe tjetri mori 9. Unë mendova se mos i kemi bërë ndonjë padrejtësi, jo profesor. Ne jemi i katërti në shtëpi që jemi të magjistruar dhe jemi të papunë. Me thonë, çfarë merite duhet të shoh ligji këtu, sepse ka raste të kur ditë ata që diplomojnë, ose duhet të jenë me subjektet, ose duhet të largohen nga shteti. E kuptoj. Falenderoj shumë profesor që ishe sot me ne. Ditë të mbar. Kënaqësi është e ime.